Jemi rikthyer pas këtyre këngëve të bukura edhe një herë ju përshëndes të gjithëve emër për emër dhe ju falenderoj që jeni bashkë me ne. E kam tash edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë ma mirë se na erdhe Yzer. Përshëndetje edhe për ju dhe zënja Lule, përshëndetje për të gjithë ata që kanë dorim më na ndëgjue, më na shkrue, i falenderojmë gjithë. Urime dita e flamurit, urime pavarësia Shqipërisë. Se na, kur thojnë, nanë Shqipërisë i kemi thonë gjithmonë. E për pavarësinë të është ato me shkurtit, por gjithë shkurtje festojmë. Domthon ja nëntoren ta gëzojmë për nëntorë. Faleminderit shumë, respekt, urime për gjithë shqiptarët. Me të vërtetë është kënaqësi të festojmë dhe të shprehem lirshëm për këtë festë madhe gjithëkombëtare, për shqiptarët kudo që janë. Se ti e din shumë mirë që nuk kemi guxu as të përmenëm Shqipërinë se lemo të festojna pavarësinë e nën Shqipëri edhe flamurin shqiptar të kemi me vete po të mojmë po të shpalosëm. Zënja Lule, kjo është më lejon, duhet ja u rikujtoj. Tyne që janë për mi 50 vjetë, dhe mund na ishë sistemin Jugoslavisë. Dhe mund ata kanë festu 29 nëntorin. Po. Dhe mund na 28 nuk kena guxu as me përmen, vetëm e kemi ndrua dyshyt më shesht. Të lumt, edhe një qka unë bregos, e kom dëgju këta, letë ma verifikon dikush pe telefonusve këta, që në Shqipëri dhe kërti vën e kanë festu edhe 28 në 29 se socializmi, komunizmi ka pa metë. Shumë në zhrekë se Shqipëria ka palurizuar komunizmin. Edhe sot e kësaj dite edhe 29 është ditë feste atje në Shqipëri me sa më kujtohet. Është edhe tash. Pe Shkodrë kënena, kjo është për keqardhje, se na nuk mujnë shamo 28 nëntori 1912 që u shpoll pavarësia Shqipërisë. E këto, ndërsa mas luftës dytë botërore këte kanë lidhë diçka me 29-in, me Jugoslavinë e këtu ato edhe para te festojnë edhe 29-in. Por mund në 29 nëntori mund në visu ditën e firimin nga okupatorit Gjerman. Po pavarësia Shqipërisë me 28 nëntori që nuk luhet e datë. E kjo është e jo na shqiptarët jemi me fat, jemi 2 shtete shqiptare, kemi 2 pavarësia, të gëzojmë t'ja urojmë vllau, së bajrami madh dhe bajrami vogël. Bravo, të lumt, respekt. Jo, mendoj ashtu se çdo herë kemi festu, nuk do të thotë vetëm këtë vit të mos e festojna, apo të mos i urojna vëllezërit tanë shqiptar kudo që janë, pa më parasysh fejtë apo bindjeve politike. Dita pavarësisë, dita e shpalljes së pavarësisë të Shqipërisë është e shajtë dhe është sot kjo Shqipërisë është fal asaj dite. Qëre, zënja Lule, na jemi mburë me shtetet shqiptari, je vetëm Kosovë Shqipëri, apo Macedonia e Veriut, apo Kosova lindore. Pa në Australia e shqiptari që ka një pikë gjak, e ndijen vete se dite e flamurit. Mundohet një një simbolike me të regu diçka që e një me vete, se na ka shkojme, na, kur dojnë, asë jemi posë Korajeli që i që pej thejrë që të në levala e prapën thejrë. Neve prapë në thejrë flamuri ko që zde. Qëre, tash e kemi flamurin shtetëror të Kosovës. Në fillim, tash me të thonë drejten, fillim e kemi po, nuk në ka do këshom se na imi mësu me flamurin me Shqipëri. Por kur ndalesh e krahason, ky flamuri me hartë Kosovës po ta simbolizon shtetin e Kosovës. 17 shkurtit 2008. Dhe mon pavarësia Shqipërisë 28 nëntore, 17 shkurtit janë sigur 2 sy të ballët, idiotë e shmojti. Dhe është zoti të bashkohemi një shtet, po edhe të respektojmë njëri tjetrin. Ja urojmë njëri tjetrit, të shkojmë dashme, të shkojmë në pavarësi e këto, se për fat keq ka nisë mos be.
Vetëm një politika ka nisë mos be dy ondë. Domthon, ju e dini mirë, flamojët Kosovë, kone së lisë me flamoj. Kanë festu në Kosovë, Shqipëri, kësaj radhe nuk janë diçka e zbehur. Unë e po shemën kazermen, Adem Jashari, e zbehur, jo që shikohia. Ne kemi edhe si simbolike, domthon, daljen e ushtrisë shërimtare. E kemi ditëlindjen e komandantit Adem Jasharit. Bravo. Nëntori kuç lidh shumë kuçe. Jo vetë është kuçe zi, po nëntori edhe me gjak u la. A din sa shqiptari i Kosovës u maltretu, u burgus, besa edhe kanë vdek për që të flamurin kuqezi me që shqipunje që sad edhe qka, po thuin pse. Sa shqiptari e din të vetë se i gjeneratës meshme nuk je, për shembull i mas luftës e këne e din. Në 68-ën, sa shqiptari i Kosovës ka hangër burg, maltretim, rrehje. Po që ne kemi mësuesi, sa Zegraqesit, që po flamor për torturave, domthon edhe ka vdek, për torturave. Po flamor gjithmonë, ju kujtove juve, dikon 86-7, i sistemi Jugosllavis, ne kemi pas flamurin të gjitha komësit domthon në Jugosllavi e kanë pas. Po flamuri i Shqipërisë e ka pas yllin në mjet dy krenave Shqiponjës. Çka bënë këta komunista? Pak tonë që autonimu edhe këta, shkun ja qeten pak me dallu për flamurit Shqipërisë, ja qeten i ylli anash. Ja mon mes, mi krerët, ja qeten anash. Dërsa ata që dëshë flamurin, kur e majke diku në dasëm a diçka, e marke pështilke në atë shnizën, dhe ja pështilke dhe yllë mos më dot. Dhe më onë, na nuk e kemi dasht atë flamur më në largure. Unë e moj me një kohë, i detyrëshin shqiptarët, këta komunistat kohën e okupimit të 89-ës, me dy flamura me shku në dashtëma me marë nusë me dy flamuj. Flamurin Jugosllav dhe flamurin kombëtar. Bravo. Dime dhe kësi raste që i kanë detyruar. Po, e vërtet është. E thët, kur të mash flamurin e të shqeqesh, e të mash në dorë, po pak është dorë për do të më puth flamurin e më unë gjëgoj. I kanë harru së në liri, i kanë harru krejtjikat e shqiptarëve, që kanë dodhë, që kanë jekë, që kanë vujtë. Se kallaj është me fol, kallaj është me vepru, kur nuk e kanë vujtë. Nuk i kanë vujtë ata që shkanë vujtë shumë shqiptarë. Ju dene, në Kosovë, Lindore, në Preshevë, gjitha ta kryetarët komunat që ka qenë. Dhe mon e ka vendosë flamurin, ministrat jetë nëntore, kanë pagu dënimin me 2.000 ka pagu dënimin, por e ka bon atë veprën. Ka bon me vetë dije, me simbolizue, kombën shqiptare, popullin shqiptar ku është. Ju e sheni mirë shembullën gara sportive. Dhe na shumë kosovarë kemi shembull që në për diasporë, po kur të boksona e në fund, e qëtë flamuri që me kallëzuar që është shqiptar jam. Është nga Kosova, por nga Macedonia, Amolizia, Kosovë Lindora, Presheva, ai e vendos flamurin dhe jam shqiptar. Këtu është e na ta mbrojmë, se në qoftë se mbrojmë e na, të ujtë nuk ta mbrojmë. Ju e keni po, pak se qërë Evropa, kur thënë këta e kanë njën kurthën e fort. Unë e shotin tabela, në adimit që Evropa është kaltër edhe verdhë, apo saret që i thujmë. Shembull në Shqipëri, Shqiponit që kanë pas ku që zdenë tabelat kjerëve, ka rritë Evropa gata qëtë në Shqiponjen gjyren e kaltërt, me simbolizue Evropën. E këtu dhe mund që dojmë për me na shërtue, por na prapë nuk shërtue me apet që ata jemi. Se kur thujnë dem baba dem dhe fnisin djep, do të mja shpjeguar që këtë flamur e simbolizan popullin shqiptar. Ku t'jirë të vetja, ku të shkën ruzull të kësor, që të flamur e din që ka je.
Pastaj ke po kanë disë dhe pak, Shqiponi kur e bojnë me dorë, me një herë për ditë që e simbolizon shqiptarin. Shumë e vërtet pajtojna plotësisht. Të lumt për këtë fjalë. Faleminderit zonja Lule, t'ja dhom edhe mundësi edhe tjetër kujt. Faleminderit shumë, respekt keni prej neve. Ju respektojmë, një natë mirë, e mirë dëgjoshëm, nesër do ta kollëm, ha? Lule thuj i zerit, po të njëjtë shqiptar e kanë rru edhe emrin vetëm për karrierë, ka thonë Vilsuni. Po qëre ka tash e nërrojnë, se ka njerëz që e nërrojnë partinë, e nërrojnë emrin, e nërrojnë gjithë shka. Ajo është në gjendje, inshallah se nërrojnë veç edhe kumbin. Ne për feje emën e partijës o gojle. E zero, të falenderoj shumë për telefonatën, ishte knasi të roja këtë të mirë vazhdimet me pres në misionet e radhës. Natën e mirë gjithë mira. Faleminderit edhe juve, natën e mirë, respekt. Po juve edhe për shoqërinë e ju, e për këta që ju ndihmojnë me mirëbërje këtë emision. Faleminderit. Faleminderit edhe nga ona ju në tonë. E kishëm pra edhe i zerin e telefonat ku e falenderojna, unë do përpiqem të marrë edhe një telefonus, se na ka telefonu këgja shumë herë, kështu që shpresoj se po kaloni mirë. Të thëni jam ram vërgë, nuk disha që është shkau halas jam ujtë me shqiptare. Nese. Elfejtja ka thonë, për që të flamur jëmë rrej Elfejt. Juve të shti po shumë më shumë për zoten ju në rrej, ju në maltretu, ju në burgus, gjithë shka, kështu që këtë nuk po lajmëruhet, të provoj tjetër në telefonat. Shpresoj t'i kim telefonusit. E kemi edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Avni. O, mi mra ma përshëndetje, Lule. Avni si kaluve sa davlodhe? Mirë të na ka pak, si jetë si po kalon. Mirë për zotin, mirë, qështo, si dit, si për dit, pun shpe. Përshëndetje për gjithë të praneshmit, pranvallet radiozorit lirë. Faleminderit shumë. Do shta mu kysh pak rreth flamurit që po dëmohet debat. Me që të flamur babe, babgjesh e katragjesh kanë festu. Jenë burgus, jenë rej, jenë maltërtu. Edhe jenë masakru në përburgjët Sërbis për që të flamur të sudit. Dhe më honë që to kush e zë që është. Po më kthehet zonët i shkallule. Jo, vëlla të na së bukur për të gjuhësh. Po? Po, vëlla, super është. Te unë po, Edhe sa njeri dhe më thonë për që të flamur në veç në vitin 68 u burgus, e tash, dhe më thonë fol ushtrisë lirimtare të Kosovës që i bonin ndryshimin, dhe më thonë gjitha skenave të ndryshme të shqiptarëve, tash nuk mujta më hujmë këtë flamur na kurse se. Ky do të mbetet simbol kombëtar sa të ekziston shqiptaria, sipas menimit tim. Ndërsa ky tjetri është flamuri i shtetit, edhe do t'i mbojmë dytë. Faleminderit Avni. Nëntori është qështa i zeri, është, dhe më thonë, nëntori për gjakun i shqiptarëve. Me shumë festa, me shumë ditëlindje, me shumë trimëri, bujari e krenari të kumbit. Uroj gjithë shqiptarëve ku do që janë 28 nëntorin, ditën e flamurit. Faleminderit Avni, respekt pa fund. Pajtohem plotësisht, është edhe unë thash, nuk e di sa më dëgjove, po thash një tatjallë, që nuk është gabim të festohet edhe të jetë fest për të gjithë shqiptarët se është flamur kombëtar.
Kë është flamur shtetëror për shqiptarët që jetojnë në Shqipërinë, por është flamur kombëtar për të gjithë shqiptarët që i përfason në krejtë rrozullin toksor. Nuk ka shqiptar që jeton jashtë trojeve shqiptare apo në mërgim që nuk e ka një flamur kombëtar në shtëpi. Flamurin e Kosovës unë e para për veti nuk e kam kërkon. Me Shqipunje kam shumë gjana në shtëpi teme. Edhe do të kam derisa të ekzistoj edhe që t'jam gjallë. Edhe do të mbaj çdo herë me krenari, se jam shqiptare. Na jena kon një herë, na jena kon mrena kufeve të Shqipnisë. Shqiptarë, do më thonë, kanë qenë në qëtë flamur. Po pse na ndonë, do më thonë, Evropa na ndojti, o diçka tjetër. Na jena kon simbolitina. Lullet përshëndes nuk i zgjoti ma shumë, e miru të gjohshëm herë tjera, faleminderit për mundësinë, Zotit rujtet bekoft, i përshëndes edhe gjithë dëgjuesit, e në veçanti Vilsonin, që 260 euro, ma mirë ko me hongër e kënë gjënë, ajë se me adhonë atyne. Të falenderoj shumë për telefonatën, avne ishte kënaqësi të rejë të mirë, vazhdim e dëgjohëm herave tjera. Natën e mirë gjithë mirë. Faleminderit, natën e mirë të mira pas. Natën e mirë të tonë. E kishëm fra edhe administratorin e Radio Zërit të Lirë, Avni Qerimi, ku e falenderojna. Një përshëndetje shkon edhe për Reshit Salihin që tashma është bashkë me neve, ku e falenderojna. Selman Pallushi të përshëndesëm me kënderuar mramjet bukur e artim të mirë në vazhdim, po ashtu Luni, Haki Saiti e shumë të tjerë, unë do të marrë edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na irë dhe Bacenver. Mi mrama përshëndetje nderuara Lule, ju përshëndetëm në vazhdim nga Bajlea Herike, si gjithmonë juve personalisht si moderatori shkëlqyeshëm dhe stafin të cilën e udhëheqin këtë medium të veçantë. Faleminderit shumë Bacenver. Bacenver, avlu dhe si je? Mirë, jo, mu lodh në këto ditë feste, në këto ditë, drejtë me thonë Lule, nuk lodhëm, po sot me të vërtet ka qenë një ditë me shi, ka qenë një ditë shumë e ftoftë. Momentalisht është pa të reshur dhe tash po është pak një kohë e ftoftë, kështu që këto festat nëntorit gjithmonë kështu janë pak me freskina, po në zemrat e shqiptarëve janë të nxehta dhe janë gjithë të gëzuara këto ditë nëntorit. Kështu që jo, nuk lodhëm, ka jo ndëgjoj juve personalisht bisedën e juaj edhe këtyne telefonatave, këtyne telefonuesve të veçantë, kështu që mirë për kalojmë Lule. Faleminderit shumë Bacenver për këtë fjalë. Bacenver, e dëgjove para folësit ndoshta? Po, momentalisht i ndëgjova Yzerin edhe Avniun, ata tjerë nuk kom mujtë me ndëgjua se isha në zonë pak, kështu që ata tjerë para folësit nuk mujtë ati ndëgjoj, po këta dy ndëgjova me vëmendje, i lumë se me të vërtet një bisedë bukur dhe shumë më pëlqyen, po ashtu është Lule se me të vërtet flamurin kuqezi duhet e manë mas pari njeriu në zemër të vetë, kështu që të ndëgjova edhe juve, tha që nuk e kam tha flamurin shtetëror, me të vërtet tash do njeni, tash edhe une po thëm ashtu sikur jo, une në shtëpinë time e kam 2 flamuj kuqezi, njeni është gati 4 metra shumë i gjatë, është shumë një flamur gjigant, kështu që edhe një tjetër e maj për kujtim të gjitha këtyne farfestave, se me të vërtet une njëherë për të regoj Lule 99-ën, kur jam burgos, gjatë luftës, ndoshta kujtohet i kanë qenë do ora darvel 62-ës e kom pas një darvel një orë,
pa më duket zia ke ndëgjua, ja, ka ke pa, ora kanë qenë për para në kont të Darvilla, mos ishin Darvill, po e ka pas shqiqimin e ka pas mrena, ka qenë i zi, e kom pa vendos Shqiponin mrena, i kuq tani plus Shqiponin zeze kom pa ngjit, e me qatë orë, lule kur ju më burgos, kur e kom dorëzue orën, më falni, nuk e kom dorëzu orën, kështu që ma kanë pa Serboslav orën në dorë, pa pse nuk e dorëzën të këto, e më shefa, kështu e më shefa nër një farjak me kisha veshën, kur ma kanë pa atë, e kanë pa me Shqiponi, lule nuk di me tërgue qëfar torture ku përjetue shkaku i qatina qasajore, kështu që i përgjakur kum qenë 2 ditë, po kur ma morën, kur na i dhan gjëra që i kemi padorëzue, në fund, kur na liruan prej burgut, nuk ma dhan orën heq. Kështu që e kam pik lule atë orë, sot i përmendi, sot më kujtohet që ka qenë orë edhe e kom pasu dhurat, po mo nuk u mujt me ra në si ore. Kështu që me të vërtet flamurin ku që zi, pak lule një kohë e kam pak keq përdor, edhe do persona javë qëtësin fëmive ka pak, javë vizatëshin e javë qëndisin e javë qëtësin ka pak gjokësit e pak drejten me thonë, u konë një veprim shumë i ullët, e atë flamur duhet të ruem si sytë e ballit. Kështu që ishte një rast lule, ndoshta për marko, Jo, s'ka gjanë po të ndërveç. ndoshta për bëj tepër. Isha në Bregdetin shqiptar, edhe tu bisedua ato, kishte qenë, ai nuk ken uniform, po më tregoj që jam ta polic, edhe që një fjalë sa po të tregoj. Isha thënë detyrë, që ato ditë të shlirimit, i majshin e përkere tona, zemë dhe bëj simbolit e uqykës edhe flamurin kuqezi. Edhe tu hetë sa rrugës kere, sa e ndaloj sa një kerë, edhe e shqyqoj sa kishtë qenë sa Kosovarë. Edhe po i thëmë, pse pe banë sa kitë amblem këtu, edhe pse sa kitë flamur kuqezi sa ki në kerë. Qysh sa të provokoj, sa pak sa të vërtetoj, a e ka në zemër, a veç e banë që ashtus për me thonë, që për hjeshi, që thota e vazjale popullore, sa me hjek, sa qëka, sa me hjek. Sa më boni Kosovari, sa për jetë, sa shpjetën, sa epi, sa e këto 2 simbole, sa nuk i hjeku për i kërrit. Si hjeku sa kurse si. Edhe janë gjitha sa pak sa e levatova, janë gjitha sa për qafe, ja bona sa ju lumë, sa se ju Kosovar, me të vërtet sa e keni sa edhe ruani këtë simbol. Sa me pa qenë, sa i joni sa i Shqipëris, sa me i thonë, hyqe sa automatikisht sa kish hjek, sa dhe kish përdor, sa kish kiri. E ju sa keni në zemër. Kështu që, me të vërtet, duhet me pas, çdo njoni duhet me pas ato në shtëpi, kështu që jo foli edhe Hizeri foli e ndëgjova, pasi ka qefsin lule dihet qysh e kanë torturue Serboslavët, e çka kanë bëhe, çka kanë veprue nga jaki flamuri, edhe plus shemë të bëj ademdema që e kemi pas edhe në fshatin ton ka qenë bashkëpunëtori i Ademit, ka qenë edhe një fshatari imi, a i drejten me thonë për flamur, por burgos në atë kohë, edhe plus e ka pas kruan, e ka pas shtazan, edhe i ka thonë në qofë se unë gjatë që jam në burg lind flamur me alonamin ati djali dhe sot
e ka emrin e flamurit çaj person, kështu që edhe ky ka qenë drejtori, ka qenë profesor shumë mirë i aftë, kështu që duhet të kem kujdes se vetë ju shukon në atë kohë se nuk të përmendi se me të vërtet krejt atë bisedë që e foli i zedi ashtu se nuk të zgjati më tutje, kështu që lule Spari ja uroj të gjithë dhe këtë festë nëndorit, 28 nëndorin, edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, gjithmonë këto festa u festofshin e fëmijët e tonë, e nipat, fëmijët e fëmijëve, gjithmonë e të hasofshin këtë rrugë e këtë festë të paharruar që ekziston në vendin tonë. Kështu që lule ju përshëndeti me zemër, e i përshëndeti këta parafolës e këta që foli pas meje, se nuk të gjatë më tutje, veç ju përshëndeti e kalën i mirë e gjithmonë festofshin festat bukra. E natën e mirë, unë dëgjofshin të mira lule. Faleminderit Basenver, ishte kënaqësi, natën e mirë, gjithë mirat e respekton këto. Faleminderit, natën e mirë. E kishëm pra edhe në Verfazliv nga Barileva, pra ku e falenderojna për telefonatën, unë për lexoj pesha një koment e Selman Pallushit. S'po du me hy në detaja me të regu se me të vërtetë, po më paraqitet shtres se me i pa bab e birë, të vjertë në bander e gjak i pikë prej naltit, lidh me kanap që të nikt, po na si popull kemi histori të dhimbshme, po për fat të keq shumë shpejt i harrojmë. Kjo është e keqja e këtij populli, respekt. Faleminderit shumë Selman, është shumë e vërtetë se ka ndodhur jo ky po me mija raste. Unë edhe njerë ju përshëndes të gjithë emër për emër, ura ka shku 20-12 minuta, unë të shkoj me një pikë muzikore dhe do kthehemi pas pak dhe gjim të këndshëm. Jemi rikthyer pasoj këngët e bukur, unë kërkoj falje telefonuesit që na ka telefonu. Tashmë veç e kemi edhe telefonatën e radhës, aro përshëndetje, mi mbroma mirë se na erdhe Reshit. Përshëndetje edhe mirë mbroma zonja Lule, mirë mbroma përshëndetje Radio Zëri Lirë, me gjithë dëgjuesit e mrekullueshëm, me këto postimet bukura të këngëve, unë nuk doja ta ndërpres asnjë këngë, thash kur do mbaroj kënga dhe të kiqen. Faleminderit shumë Reshit, respekt pafund, po si kalove këtë ditë? Respekt edhe juve, mirë si gjithmonë, në punë dhe në shtëpi dhe e kalojmë edhe nëpërmes valve të Radio Zorit Lirë, kur kemi kohë, kështu që si gurbetçar, si mërgjimtar. Ju si jeni, a jeni mirë? Mirë për zotë edhe na. Mirë. Shpresoj dhe uroj të jeni gjithmonë mirë. Faleminderit, shumë respekt. Unë do të kisha, me qenë se kemi nesër ditën e flamurit, unë do të kisha uruar të gjithë shqiptarve në trojet tona, gëzuar ditën e flamurit tonë kombëtar. Kështu që sa më gjatë të festojmë me flamurin tonë dhe jetë gjatë gjithë shqiptarisë. Faleminderit shumë Reshit, respekt. Faleminderit shumë. Respekt edhe për ju. Reshit, nuk kemi temë, kemi kështu vetëm temë të lirë. Dëgjova diçka, po thash mos keni ndonjë temë, po. Gjatë kohë nuk isha kiqur, edhe duke telefonu ma shtypi telefonin nipi, thash mos edhe video ati, te video e shtypi edhe nuk o gjo. Tash gjatë kohës jemi dëgju, po. Gjatë kohë nuk jemi dëgjuar dhe unë ju dëgjoj, po nuk kam thirrur gjatë kohës se nuk kam pas mundësi.
Nuk ka Kështu gjanë që të falenderoj, kur të kish kohë, ti di që çdo herë je i mirëse ardhur. Temi nuk kemi marrë sante, por shpresoj se i dëgjove parafalset dhe çfarë do të na thuash ti për këtë ditë kaq të madhe për gjithë kombin shqiptar. Po, çka të them unë, ne flamurin është identiteti jonë, do të thotë nëpërmjet flamurit kuqezi me shkabën dikrenare, në palë të flamurit, është identiteti jonë që ne jemi si shqiptar, kudo frymojmë shqip dhe jetojmë, gjitha troje. Por edhe nëpër botë, ne flamuri jonë valvitet kudo ka shqiptar, kudo jeton. Sikur unë këtu në shtëpinë banesë, edhe unë këtu në Oslo, në Norvegji, pa flamur nuk ka shtëpi se edhe nipat e vegjël, ta shikoj se çka do të thotë, duke u rrit me flamurin dhe do ta kuptojnë se çka do të thotë ai. Sa për flamurin kombëtar, kurse flamuri i shtetit të Kosovës, të Republikës Kosovës, edhe është një flamur që paraqet në botë, në kombet e bashkuara ose gjitha kombet e botës se është një shtet i ri, më i ri, shteti i Kosovës. Kështu që për ne valon flamuri kuq si gjaku dhe është thash shqiptar, identiteti jonë është ajo dhe ne nëpërmjet flamurit dhe na kupton bota se kush jemi. Faleminderit shumë, respekt pafund, shpresoj edhe unë ashtu që ju vetëm tash, po çdo herë ne si kam shqiptar përfaqësohem dhe nihemi krenar me flamurin tonë që kemi, flamurin pra me shqipu një kuqezi. Flamuri jonë është flamur shtetëror, por flamuri kombëtar është flamur kombëtar. Qa me bo kuj përfaqëson krejt shqiptarët anë band kudo që janë. Patjetër. Rashid, a do të na këndosh një këngë? Po do ta këndoj me qenë se kemi fest, do ta këndoj, se dimrit nuk është se zoni shkon bukur, po nuk kam kënduar këto ditë, do ta këndoj patjetër, pse jo. Gjithmonë për ju do të këndoj për Radio Zërin e Lirë, për dëgjuesit. Faleminderit shumë, Rashid, kur ti ish i gatshëm mund të fillosh me një këngë, çfarë ti të dëshirosh? Unë jam i gatshëm, do ta këndoj një këngë Trimnie, që i kushtohet edhe për festat tonë. Faleminderit shumë. Atëherë shkojmë, faleminderit. Faleminderit. Eu që këto dalgo, që po i bjen era, eu gurgullojno, o këto gurrat të thella, eu as një sulmo, os na gjen për lotur, eu pa drejtsin more, jos duron ki popull, eu as një sulmo, os na gjen për lotur, eu pa drejtsi more, jos duron ki popull. Hej, o për flamuro, o për gjuhantare, o ngjallën e prap, o heroj të ndërvare, o mom zemro, ose plak me strali, o për liri more, jos të fal shqiptari. O mom zemro, ose plak me strali, o për liri more, jos të fal shqiptari. Eu pushkëndoro për jetë mote, eu besën beso, o për miqe shoke, eu ksul ne bardho, o si borën bi vetull,
E o amanet more, unë e lanë këto shekuj, e u kësull në bardho, o si bormbi vetull, e u amanet more, unë e lanë këto shekuj, hej, o për flamuro, o për gjuhamtare, o gjallën prap, o heroj të ndërvare, o mom zemro, o se flak mer stralli, o për liri more, jo ste fal shqiptari, o mom zemro, o se flak mer stralli, o për liri more, jo ste fal shqiptari. T'lumt, respekt pa fund. Faleminderit shumë, respekt të juve, faleminderit për hapësirën, dhe nëse nuk keni diçka, unë ju faleminderoj gjithmonë, ju uroj suksese pa fund. Se nuk është vetëm radio, por me ato postimet e këngëve të bukura që i postoni, unë se video incizime janë, duken, kështu që mund t'i them radio televizion, se duken. Unë të falenderoj shumë për këtë fjallë rëshetë, respekt pa fund. Respekt juve dhe gëzuar dhe mirë dëgjofshim zonja Lule me gjithë ju dhe dëgjuesit e Radio Zërit Li. Natën e mirë. Natën e mirë, gjithë mirat, respekte nga ona ju, gëzuar edhe për ju dita e flamurit tonë. Shumë faleminderit, tunk. E kishëm pra të dashur dëgjuese dhe rapsodin tonë Reshit Salihun nga Norvegjia, ku e falenderojna për bashkëbisedën, po ashtu edhe për këngën e bukur që na këndoi. E përshëndesëm edhe poetin tonë që tashmë kemi këtu bashkë me ne, Sami Hasanin, ku po na përshëndet, po ashtu Cen Lausha, mirë se na erdhe vendas. Edhe njerë të gjithini të përshëndetur emër për emër nga unë, moderatorja juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Unë të shkoj me kitë pike muzikore ku i përshëndes të gjithë dëgjuesit kudo që janë dhe janë duke na ndikur, duke na shiquar dhe dëgjuar, por njëkohësisht i përshëndes edhe ata që janë duke na dëgjuar.